23 vjet. Ka zgjatë shpallja. 23 vite. Mirë. Kur ka fillu provokimi dhe dhuna e Kurajshve? Që në fillim. Me njerë. Me njerë ka fillu, po. Do 23 vjet ka zgjatë shpallja, 23 vjet ka zgjatë presioni dhe dhuna. Apo? Ndaj po. Ndaj mirë. Mbrana këtu 23 vjetëve, kur për herë të parë u lejua që pejgamberi të ngret dorën e tij të mbrojt? Pas 15 viteve. Pas 15 viteve. Që i bie për gjatë kohës që kanë jetë, apo nëse ndojmë me përqindje, 70% ka duru, 30% ka thonë nuk mundem mo. Ta shikoja për shembull ngjyrimi i misionit të tij, a është paqësor apo luftarak? Është paqësor. Lecon njerëzit. 70% në krahasim me 30%. Jeta e tij ka qenë. Po. Domthon, 70% u tha shokëve të tij jo. Ashab të kështrima. Nuk është në ashab frikacak. Pastaj plus asaj, në Mekë torturoheshin njerëz të mëdhaj. Duranin, jo për shkak se nuk kishin mundësi ta kthenin. Vallahi kishin mundësi të fuqishme, por tha nuk është koha për këtë. Nuk është koha për këtë, nga se duhet t'u tregojmë të tjerë se s'kemi ardhur me vra. Nuk kemi ardhur bëjmë luftë, kemi ardhur për diçka tjetër. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu rahmatan lin-nas", jam dërguar mëshirë për njerëzit. Por lufta është thash pjesë përbërëse të njerëzve. Dhe pikërisht që e cekë ti. Fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u distancua nga vepra e Khalid jep me kuptu se s'ka marrë me vra. Po të kishte qëllim me vra, këtë do që ke përpara, vrani. Por nuk është misioni jo vrasës gjakatar, nuk është i tillë. Andaj reagoj edhe për një vrasje veç një më tepër që është bërë, nuk është dashur. Nuk është dashur. Do të thotë vrajmë në soza të domosdoshmërisë, të luftës. Por jo një më vra më tepër se duhet. Apo distancohemi, marrim masa. Shikoj sa është kjo në Islam. Sot për shembull mund të ndodhë që dritën civil të pafajshëm. Dhe askush me përgjegjësi. Dhe thuhet për shembull, na vjen keq. Pejgamberi nuk thanë vjen keq. Te Allahu drejtua. Tha o Zot, unë s'jam me kët. Dhe dihet në atë kohë çfarë i bënte i dërguari sallallahu alaihi wasallam të distancohej nga një shok i tij. Ishte nga masat me të vërtet më të vështira që mund t'i pretonte një nga shokët e tij. Për Khalidin, me siguri, shkarkimi, madje rrahja dhe burgosja do të ishin më të lehta se duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se lutja e tij ishte domethënë se për ta shoh. Andaj tha Allahumma inni abra'u ilayk. O Zot, unë po iku te ti më merr me mbrojtje. Mos vetë çka pas ka bu Khalidi atë. Për një njeri. Edhe luftë ishte. Për treguar se ne e kemi vetëm në rrethana të domosdoshmërisë. Një më tepër që nuk ka të bëjë me këtë konflikt, s'pranojmë. Pse? Ka se misioni ju nuk është gjakatar, nuk është vrasës. Misioni që ka me të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është misioni i mëshirës, është mision i vllazërisë. Është ai që pejgamberi ka dashur ta fik armiqsinë ndërnjëzore që ndezi shejtani.